Dashur qytetarë dhe qytetarë, banor të Kukësit, Hasit dhe Tropojës, përshëndetjet më të zjarta, mirënjohjen më të pakufishme ndaj jush për këtë pritje fantastike, për këtë mesazh madhështor që përcjellni sonte në mbar Shqipërinë, në çdo votër, në çdo zemër shqiptare, mesazhin e shpresës, mesazhin e fitores së shkëlqyer të datës 11 maj. Unë vi të paraqes këtu tek ju projektin e aleancës për Shqipërinë madhështore, aleancës më të fuqishme, që grupon 25 parti politike që vendi ka njohur gjerë sot. Aleancë e cila me projekt e saj ka vendosur të japë përgjigjen flak për flak, më të vendosur, më të sigurt problemeve madhore me të cilat përballen sot qytetarët shqiptar. Ka vendosur të ngre Kukësin, të ndërtoj në Kukës, në Has dhe Tropoj, të ndërtoj në mbar Shqipërinë, Hasin, Kukësin, Tropojnë madhështore, Shqipërinë madhështore. Është e vështirë që në korat zymta të flasish për madhështi, por është fatale të harrosh madhështin mbi të cilën je ngritur. Kukësi, Hasi, Tropoja, por dhe mbar Shqipëria, kanë në historinë e tyre, kanë në trashëgiminë e tyre, akte ndër më madhështoret, kanë në trashëgiminë e tyre pasuri ndër më pralloret, kanë realisht potenciale nga më të jashtëzakonshmet për të cilat nuk mund t'i kenë lakmi askujt. Pra, ky projekt i Shqipërisë madhështore bazohet në një trashëgimi madhështore që kemi ne, bazohet në një pasuri të jashtëzakonshme që kemi, në potenciale të mëdha, të cilat ne nuk të kërkojmë gjë tjetër, veç se t'i shëndrojmë në të mira për qytetarët e Kukësit, Hasit, Tropojës dhe Shqipërisë. Miqtë e mi, këtë projekt ne nisim me shtetin patriotik, me shtetin patriot. Shteti patriot është shteti i burrave dhe grave që e duan dheun e tyre, e duan vendin e tyre, burrave dhe grave që besojnë se dashuria për vendin, për dheun e tyre, për Hasin, Kukësin, Tropojnë, është leva Arkimedi për të shumë fishuar energjit e tyre, për të shumë fishuar besimin, për të bërë të mundur të pamundurën, për të shtruar këto treva
të bekura në trevat begata për banorët e saj. Miqtë e mi, askush më shtret se ju në histori nuk ka paguar dashurin për vendin, për Kuksin, për Hastin, për Tropojnë, për Shqipërinë. Po faktikisht ati çmimi i detyrojmë ne sot ekzistencën si kom krenar, kom shqiptar. Nuk do shkoj të ndalem në histori të shkuara, jo, po do ndalem vetëm në pranverën e natë e nënës, kur ju, burrat dhe gratë e Hasit, votrat tuaja, të më falit të Kuksit, Hasit dhe Tropojës, votrat tuaja u bën të famshme në gjithë botën për bujarin. U bën të famshme në gjithë botën dhe bën të dështoj në rrugicat e këtij qyteti, e këtyre fshatrave të këtij qarku, projektet Ugurzeza të Slobodan Miloševićit, i cili mendoi se duke përzënë qindra mijëra shqiptar do t'i çonte ata drejt katastrofës. Në vërtet ata i çoi drejt votrave tuaja fisnike dhe i pritët si vëllezër në një akt sublim bashkimi kombëtar. Miq, e parë në këtë kënd, Edi Rama është po aq armik sa jati ti i Kuksit, po aq armik sa jati ti që firmoste varje në litar të birit të pavdekshëm, poetit të madh, heroj të fjalës së lirë Havzinelës në shesht e këtij qyteti. Havzinela kishte në veprën e vet 5.000 vargje kushtuar Kosovës. Edi Rama, i biri xhelatit të Havzinelës, përzuri nga Tirana 2 javë më parë, përfaqësues të qeverisë Kosovës, sepse i vuri nofkën e Amnikut në një kohë kur Departamenti i Shtetit, Qeveria e Shteteve të Bashkuara, etiketoja rezolut si një letër e vdekur pa kuptim. E vdekur për Shtetet e Bashkuara, po jo për Vučićin dhe argatin e tij në Tiranë, i cili në një akt antikombëtar detyroi delegacionin e Kosovës të largohej nga Tirana. Miqtë e mi, jam këtu në emër tuaj për t'u përcjell një mesazh vllazëror të gjithë emigrantëve, të gjithë bijave dhe bive të Kuksit, Hasit dhe Tropojës. Në emigracion, asnjë vot për këtë armik të kombit. Unë e di se ka punojës administrate që u lutën, u stërlutën, fotografom një votën, ma dërgo se ma kërkon shefi, ma kërkon ky dhe ai. As një fotografi mos bëni, as një fotografi, qëndroni njerëz të lirë, votoni për Kuksin, Hasin, Tropojnë,
votoni për vlerat që përjetoni vedet tuaja. Mos votoni pa shiqin e shqiptarve. Sa ata që kërkojnë ju voten për të mbrojtur vendin e punës, ata kryej një gabim të madh shumë. Ju mos u bëni bashkëfajtor me ta. Ju votoni të lirë. Votoni për kuksin asin tropojnë Shqipërinë. Votoni. Për kombin. Dhe jo armikun e kombit. Miqtë e mi, ky program është programi që bazohet tek djepi, aty ku kemi lindur, jemi rritur, jemi edukuar, tek familja shqiptare, familja kuksiane, hasjane, tropojane, që është shejtrin vetvete, që më kon tek fëmia dashurin për vendin, respektin për prindin, respektin për njeriu. Ne do bëjmë gjithçka që këte familje ta forcojmë, këte familje ta mbështesim, këte familje ta ndihmojmë. Do bëjmë gjithçka që autoriteti i saj të bëhet gjithnjë më i madh, fuqia e saj edukuese të jetë dhe më e madhe. Do bëjmë çdo gjë që nëna shqiptare, vigane, të ketë mbështetjen më të fuqishme, në mënyrë që të rrisë fëmijët e saj pa mundime. Do subvencionojmë çdo fëmijë, të parin me 70 euro, të dytin me 60 euro, të tretin nga linja Gjergj 23 vjeç, 100% nga shteti. Do bëjmë gjithçka për t'i mbështetur nënat dhe motrat tona në biznese, për t'i mbështetur në suksesin e biznesit, fermës apo vërtarisë tyre. Ne, si kombë, të gjithë madhështinë radhë pare kemi tek nënat. Ndaj dhe ata që kërkonin zhduken tonë, kërkonin të zhdukin nënën shqiptare. Edi Rama gabon rënd. Si një përçars, si një njeri pa vlera, si ai i zënë në faj dhe që është i pa shpresë, sillet nga një takim në një tjetër, me një fjalor të pa denjë, një burrec 2 metra i gjatë, një herë thot, një herë thot se burrat janë kështu dhe ashtu, duke harruar se burrat janë baballarët e fëmijëve të atyre zonjave, janë shoku jetës tyre, janë bashkëtesa, janë harmonia. Herën tjetër, vërtet, ajo që është nda, ajo na duhet më shumë ne. Turpi mamur, po si mund të flasish ti se na duhet ajo dhe kjo? Çfarë janë ato dhe këto që tu dashka ty, i pa ftyrë, me një gjuhë të tillë flet? Herën e tretë, nxjerr fëmijët përpara.
dhe në një propaganda absolutisht të dënueshme, 100% të dënueshme, u thot, kontrollonin Google videot e tij nudo, burrët dhe me to. Të dashur miq, këto nuk janë rastësi. Jo. Këto janë botë kuptim. Këto janë botë kuptimi atyre të cilët vërshuan, jo vetëm në Shqipëri, po dhe në botë, kundër familjes dhe vlerave të saj. Është botë kuptimi atyre të cilët thanë se ka ikur koha të quajmë nënën dhe babën babë. Është botë kuptimi atyre të cilët prunë në parlament ligjin për të krijuar fermat e grave dhe për të lindë fëmijët e askujt. Është botë kuptimi pra i njerëzve që kanë humur të gjitha normat morale të njerëzve normal. Por Edi Rama këto s'do kalojnë kur tek Shqipëria dhe shqiptarët. Në gjendjen tënde mund të bësh ç'të duash. S'do të them tani se çfarë meriton, por me të tjerët, me familjen shqiptare mos thuaj se s'do dot kurrë. Me fëmijët shqiptar mos thuaj. Larg duhet nga propaganda e turpshme, e cila është e dënueshme në çdo ligj të botës, në çdo vend të botës. Asnjë vot nuk do marrë shtim me këto që bën. Përkundrazi, dëshkim. Miqtë e mi, projekti ynë është një projekt që kërkon të ndryshoj jetën e çdo shqiptari. Po, ky projekt nis së pari aty ku zemra e njeriut ka dhe anën e vet më njerëzore, tek dhimbshuria, tek dashuria për njëri tjetrin, respekti për njëri tjetrin. Ndaj dhe ne kemi paketën e dhimbshurisë. Me këtë paket ne zotohemi 100 ditë të para. Çdo qytetar, çdo pensionisti, çdo njeriu në ndihmë ekonomike, çdo studenti, çdo jetimi, çdo fëmijë të 3 dhe të 4 në familje, do t'i vendoset minimumi jetik 200 euro. Në këtë mënyrë, ne japim një goditje përfundimtare varfërisë ekstreme. Fshim nga harta e Shqipërisë varfërinë ekstreme. Rrogën minimale nuk do mund paguhet kush në Shqipëri ndën 500 euro. Rroga mesatare do t'jetë 1200 euro. Jo vetëm kaq. Rrogultit, pensionistët do kenë kartën e konsumatorit dhe do marrin me 20% më lirë të gjitha gjërat bazë për jetën e tyre. Pa përjashtim. Me qindra mijëra shqiptarë sot kërkojnë ilaçet nga njerëz të tyre jashtë vendi, sepse ose nuk kanë mundësi t'i blejnë, ose se ilaçet këtu janë krejtësisht jashtë çdo lloj standardi. Zotohemi para jush këtu, Spari, Tom Doshit dhe Vilmanushit dyllin, javën e parë u vjet dylli. E 500 tendera fiton në vit Tom Doshi nga Edi Rama dhe nxjerr tomën për të ble vota pastaj. As një vot Tom Doshit,
as një vot partive të vogla ta quajtura të reja, të cilat janë paterisat e Edi Ramës. Miqtë e mi, ju garantoj se në 100 ditë të para Këshilli i Ministrave të Shqipërisë do të aprovoj si listë ilaçës për rimbursim të plot atë listë që qeveria italiane ju rimburson qytetarëve të vetë. Dhe se në Shqipëri nuk do shitet asnjë ilaç që nuk shitet të paktën në 2 vendet Bashkimit Evropian. Nuk jemi zingjin si italianët, por një ilaçe do bëhemi një. Do barazohemi me ta. Aq sa për të barazuar një ilaçe po. Pra, qa ndodhi, ku do I gjejmë ne këto para? Këto para, miqtë e mi, janë, dhe ju garantoj ju, se janë edhe për me tepër se kaq. Por ne jemi 100% sigur të këtë që premtojmë. 630 milion euro ka zhdukur Edi Rama me insineratorin e Tiranës, me përzënjën e Beketit, me avionin e tij në dispozicion, me sterilizimet, me partneritetin publik-privat të analizave, me check-upin, që të gjitha këto do u kthehen ju në rroga, pensione, ndihmë ekonomike, 200 euro. Berisha! 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 Miq, kudo që shkoj, unë gjej një Shqipëri të injoruar. Isha në Kruj. Kruja sa është nga Tirana? 30 kilometra, 20 kilometra. Një nusere më thot, në treg, doktor thot, problemi me I madh janë problemi I fëmijëve. Po çfarë problemi keni zonjë? Nuk ka kopsht, nuk ka çerdhe. I gjithë qyteti kishte vetëm 2 kopshte. Zbrita në fush Kruj, një biznismen, të cilit I shprenërimit më të madh, Muhamet Hoxhaj, 300 punëtor, një kopsht falas për punëtor. Një kopsht falas për punëtor. Pra, ky është një injorim I përgjithshëm. Kuksi I injoruar, investimet në Kuks, mezi përfunduan 10 kilometra rrugë për në Shishtavec. Ndërtuan urën, e përjashtuan Kuksin nga trafiku. Krimi shëmtuar, për ty në Kuks, do të sillësh rrotull dalish ka mrapa. Turpi të mbulofte Edi Rama me këtë akt. Nuk kam pa unë kund, nuk mund bësh kurti një qytet, t'ja mbylli shhyrjen dhe të vinë tjerë të futër nga mbrapa. Si mund të veprosh në këtë mënyrë? Dhe pse? Projektet tua 30 milion euro ura, 13 milion euro ka kushtuar e Bunës, e cila hapet për të kaluar anijet. 13 milion euro. Pra,
dyherë me kushtueshme se kjo, se ka mekanizmin, hapet në dy anë, kurse kjo ky ndalë para, dhe pastaj vendosi traun. Ju ja fjalë në nderit, se hyrja juaj do t'jetë madhështore, se trau do hiqet javën e parë, se s'do paguani as 100 darë. Jo as 100 darë. Dhe se Kuksi do përsëris prap premtimin tim. Do ketë një nga pallatet më të bukura të sportit në Shqipëri. Ju garantoj se potenciali juaj i jashtëzakonshëm turistik, dhe u them unë ju, nuk ka zonë me potencial turistik më të madh se sa Malet e Sharrit, Korabi dhe gjithë to bjeshk. Pra, do bëjmë gjithçka për turizmin malor, ku jo ata që thotë Edi Rama, por çdo emigrant dhe jo emigrant që do të investoj në turizmin malor, do jetë 8 vite pas një taks. Kuksi, Hasi dhe Tropoja janë treva të rezervave minerale ndër më të mëdhat, të mineraleve më të shumëllojta, më të çmuara, dhe u siguroj se ato do të shndrohen në mirësi për qytetarët, për banorët e këtyre trevave. Në këtë qark do të zisim pas gjithash pemtarin. Projekti ynë me Arror do të shumë fishohet, por çdo fermer duhet ta ketë qartë se ne do subvencionojmë çdo fidan të mbjell, çdo njësi prodhimi, çdo kokë bagti të mashtruar. Nuk ka më kushte që duhet jenë 10 lop apo 5 lop, edhe një qoftë do të subvencionohet. Shqipëria madhështore pra është made in Albania, prodhimi shqiptar. Prodhimi shqiptar do t'jetë krenaria jonë. Do bëjmë gjithçka që në çdo skaj të këtij vendi të prodhohet nga pasuritë që ka mbi toksore në toksore. Shqipëria është vend që noton në ujëra. Qytetarët e saj nuk kanë ujë. Ne ju garantoj se furnizimi me ujë do t'jetë i përparësi absolute jona. Sikundër, infrastruktura në të gjithë qarkun e Kuksit, nga Kalaja e Dodës, gjerën kufi me Dukagjinin, atje ku shtrihet. Energjia elektrike do ulet për biznesin në 6 lek, për konsumator do ulen në 7 lek, do falen të gjitha gjobat, kamatat dhe çdo gjë tjetër. Miqtë e mi,
Ky është programi i Shqipërisë madhështore. Ju siguroj se 2 apo 3 herë më shumë se shprodhojmë me digat, do prodhojmë me çati energjinë elektrike, kur do vendosim në gjithë çatit e shqiptarëve që duan panelet fotovoltaike, të cilat pas 3 vitesh do prodhojnë energji falas për familjar. Po vi nga Puka, studime shumë serioze kanë faktuar se nga shumëria në Val d'Dejs mund të prodhohen me turbina aere 3200 megawatt, mund të prodhohen energji pra rreth 3 herë sa digat, sa kaskada e Drinit. Ne do bëjmë Shqipërinë superfuqit vërtet energjetike, ku përfitues të parë do jeni ju, qytetar shqiptar. Ndaj, miqtë e mi, këto 3 javë që na ndajnë nga dita e madhe, ta njohim veten tonë, ta shpallim veten tonë misionar, të trokasim në çdo derë, të takojmë çdo mik, të telefonojmë çdo të njohuri, të bëjmë gjithçka për t'i paraqitur këtë projekt, i cili është një mundësi për çdo shqiptar, një mundësi reale për pensionistët një jetë më të mirë, një mundësi reale për të rinjt shqiptar, për shkollim, për punësim, për strehim, për të ndërtuar ëndrrën e tyre në Shqipëri. Një mundësi reale. Një mundësi reale për familjet shqiptare, për të mos u detyruar me larguar fëmijët e tyre jashtë. Një mundësi reale për biznesin, për të patur të ardhura më shumë dhe zgjeruar atë. Një mundësi reale për rrogtarët, dhe u them unë këtyre rrogtarëve të administratës, mos e dëmtoni veten, mos u bëni patronazhist, po qëndroni njerëz dinjitoz, se ju në 100 ditë e para, të gjithëve ju rriten rrogat 13% nga vendosja e taksës 10%. Mundësi reale për fermerët, për bizneset, mundësi për çdo shqiptar. Ndaj dhe të bëjmë natën ditë, të djersim të lodhemi, kësaj here jo si politikan, jo si kandidat, por si misionar, që të gjithë si misionar, misionar të shpëtimit Shqipërisë, misionar të këtij projekti që bën Shqipërinë madhështore, e bën Kuksin, Hasin, Tropojnë madhështore, rrëf shiu, nderim të madh, banorëve të këtij qarku, rrëf Shqipëria, fitore, 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 të gjithë jemi njësha, fitimtar, fitimtar.